Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 2 deri më datën 8 mars të 2026. Kemi të bëjmë shumë me një javë me rëndësi të veçantë, sepse me ndryshimet, me vendimet, me keqinterpretimet dhe jemi në javën e zjarrt, në javën e furishme, ku kërkohet shumë vëmendje, kërkohet kohë mbi atë çka neve duam të bëjmë. Por nëse jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm në atë që nisim, asgjë nuk ndodh. Por para se të fillojmë me parashikimin e kësaj jave, le të hedhim një sy ndikimeve që kanë të bëjnë mundësive që neve na jepen. Kemi datën 4 mars të 2026, ku afërdita nga peshqet në një trekëndësh që bën me uranin në dem. Surprizat e këndshme, njohje të reja të papritura, dashuri me shikim të parë, originaliteti, ndryshime, çështje pune dhe jo vetëm kaq, por ka të bëjnë shumë dhe me disa marrëdhënie të punës me persona shumë të rëndësishëm, ku do të shikoni që do të ndryshojnë dhe do të keni mundësinë për bërë zgjedhjen e duhur në kohën e duhur. Ka diçka shumë të madhe për arsye të punës, për arsye të karrierës, sepse lidhet shumë kjo ditë, është ditë shumë e rëndësishme, prandaj bini pas për të ja arritur asaj çka ju e doni dhe qëllimit tuaj. Kemi datën 5 mars. Data 5 mars ku dielli tek peshqit me një trekëndësh që bën me Jupiterin nga Gaforja, do të thotë shumë shanse, mundësi, fitime, ndihmë nga njerëz të rëndësishëm dhe do të thosha jo vetëm perspektiva të reja, por rritje në lidhje me punën, në vende kyçe, premtime të mëdha për një të ardhme të afërt. Kryesisht ka të bëjnë me shenjat e tokës, siç janë Demi, Virgjëresha, që jep një mundësi dhe një kohë shumë të rëndësishme në kohën e duhur, por në anën tjetër dhe Bricjapët, ku kanë të bëjnë shumë me punë të rëndësishme dhe periudha ku ndodhin fenomenet. Sepse gjithmonë juve të kësaj shenje keni edhe mundësinë, por kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj. Gjithashtu për ata që kanë të bëjnë me çështjet me jashtë, me marrje vendimesh të rëndësishme në lidhje me kohën e duhur për punën, për ndikimet dhe gjithashtu gjatë gjithë java ka shumë mundësi dhe rëndësi në atë që do të bëni në dokumentacione për të rishikoni, por do bëni shumë kujdes në planet afatgjat. Mirë është të bëjmë pa kujdes, ti mos i ekspozojmë gjërat neve vetvetiu, por të jemi të kujdesshëm në lidhje me punën, në lidhje me ndryshimet e mëdha që vijnë. Por gjithashtu është dhe mundësia, koha e artë për të marrë vendime të rëndësishme, sepse është pikërisht kjo periudhë dhe periudha që vërtet ngadonjëherë është mjaft solide dhe kërkesat që kanë të bëjnë me ekonominë, kanë të bëjnë me ndryshimet e tjera që lidhen me një vendim që mund të merrni një vendim të rëndësishëm ekonomiko-financiar, por gjithashtu nga njëra anë juve ju ndihmon fati shumë sepse keni mundësinë, por në anën tjetër ka dhe diçka shumë të rëndësishme për sa i përket vendimeve dhe udhëtimeve. Kemi datën 7. Data 7 mars, kur kemi lidhjen e diellit me Mërkurin në retrograd tek peshqit, do të thotë që disa udhëtime dhe shumë diskutime, takime dhe disa keq kuptime, por kontakte me njerëz nga e kaluara apo probleme në komunikim do të jeni pak të vëmendshëm që në lidhje me bisedat që do bëni, sepse ndryshe e mendoni, ndryshe vepron. Por këtu lidhet shumë me disa ndikimet, siç janë dhe shenjat që do të ndikohen pikërisht në këtë ditë, janë peshqit, Virgjëresha, Binjakët, Shigjetari që kanë lindur në 10-diqin e dytë. Tjenë të vëmendshëm në lidhje me punën e tyre. Një çështje ligjore që është në prag për tu zgjidhur, që kanë bënë me Virgjëreshën dhe Binjakët, por në anën tjetër, edhe pse keni pasur probleme të keqkuptimeve, të gjërave të mëdha, të mundësive që jepen dhe të periudhës kur ndodhin fenomenet, por e përgjithshmja duket se është mjaft e mirë dhe jo vetëm. Kemi gjithashtu lidhjen e afërditës me Neptunin në shenjën e dashit, ku është romantizmi, fantazia, sensualiteti, është puna, karriera, lidhje me jashtë, dokumentacione, bisedime të rëndësishme, kohën që ndodhin fenomenet dhe periudha shumë të rëndësishme që do të keni. Por me qenë se ka një kuptim mes asaj që është e bëshme në lidhje me punën tuaj,
por njëkohësisht edhe me disa vendime të rëndësishme. Koha ka treguar që mirë do ishte që juve të jeni të kujdesshëm në lidhje me persona të rëndësishëm që kanë të bëjnë, sepse ndryshe fliten, ndryshe rregullohen gjërat. Disa dokumenta juve që keni jashtë, po, është e mundur dhe është koha që nuk diskutohet që stabilizimi dhe çështjet konkrete bëjnë punën e vet, po jeni një mundësi dhe një kohë shumë të mirë e tepër favorite ekonomike dhe një gjë mjaft e mirë që do të ndikojnë, do të shikoni dhe vetë që do t'i zgjidhni problemet e juaja. Në lidhje me këto që përfitojnë shumë shenjat siç janë dashi, peshorja, gaforja, britsjapi të lindurit dhe diçit të parë kanë ndikime fantastike. Dhe dita e fundit e javës, ditës së dielët që është data 8 mars, do thotë lidhja e afërditës me Saturnin në shenjën e dashit, do thotë që janë disa këshilla të dobishme për sa përket një pune, për sa përket një detyrimi i vjetër mbyllet, përfaqësohet marrja vendime të rëndësishëm, krijimi një marrëdhënie me një periudhë kohore ose me një ndikim shumë të mirë rikuperimi i gjërave të mëdha që ka të bëjnë në fushën e punës, fushën e biznesit dhe jo vetëm sepse kryesisht ka të bëjnë me shenja siç është dashi, peshorja, gaforja, britsjapi të lindurit në fillim të dhjetëvitshit të parë, ku jepet një mundësi e artë në këtë drejtim, edhe pse juve keni pasur çështje problematike, për supozojmë, ose gjëra që nuk kanë pasur zgjidhje më përpara, por kjo nuk do të thotë se është momenti ose periudha ku nga njëra anë jepet mundësia, në anën tjetër zgjuarësia dhe maturia bëjnë punën e vet, dhe disa takime që do të bëni në këtë javë janë sidomos ditët më të mira ose disa sugjerime që keni ka të bëjnë për sa përket ditës së hënë, ditës së mërkur, ditës së premte, e hëna, e mërkur dhe e premtja janë ditë shumë të mira për sa përket zhvillimeve që juve keni dhe mundësive të arta që juve keni në anën tjetër. Është një moment që vërtet është kryesimi i punës suaj, i karrierës suaj dhe i marrjeve të ndryshimeve të mëdha që vijnë gradualisht, nuk e diskutoj që është mundësia, është momenti i artë për sa përket zgjidhjes së problemeve, për sa përket gjërave që juve keni në anën tuaj. Momenti më i mirë që do të keni është për shembull ditën e hënë. Ditën e hënë keni paraditën fantastike për të gjitha shenjat që ndikojnë shumë. Keni ditën e mërkur, që është e gjithë dita që mund të bëni ndryshime, bisedime ose disa çështje, disa fjalë të rëndësishme që mund të merrni nga persona të tretë, ku është edhe koha e duhur. Gjithashtu kemi dhe ditën e premte, dita e premte një nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim, ku është një periudhë që vërtet tani për tani të jep mundësinë, të jep kohën e duhur dhe momentit për të parë se çfarë do të bëni në anën ekonomike, në anën e biznesit, në anën e çështjeve madhore që ka të bëjnë, dhe di që tret njerë nuk e diskutoj unë që janë shenjat e zjarrit, kanë mundësin, kanë kohën e artë. Në fundit juve i keni mundësit për të zgjidhur problemet, keni mundësi për gjërat, për zgjedhur çështjet nga më madhoret, nga çështjet nga më pozitive të qenë ndonjëherë, sepse lidhjet që bëhen, ka të bëjnë shumë me punën, ka bën shumë juve keni më jashtë, sidomos në shtetet evropiane njerë, që është diçka shumë e madhe, që është dashi, që është luani, që është shigjetari dhe diçitret që ka mundësi për të zgjidhur problemin që ka lidhet me ekonominë, lidhet me ndryshimet të tjera që do të vinë gradualisht tek juve, do të vinë gjëra shumë të rëndësishme në një farë mënyre, edhe koha dhe momenti që është më pozitivi, është më korrekti nga ana juaj, sepse ka të bëjnë dhe me punën, ka të bëjnë dhe me shumë tjera gjëra të tjera që janë të ndikuara në fushën e karrierës, të ndikuara në fushën e biznesit dhe në anën në pozitivitetin tuaj, sepse lidhet dhe me disa çështje të tjera, por këto janë kalimtare dhe jo problematike. Por gjithashtu është një kohë shumë e rëndësishme, bini pas gjërave të mëdha, sepse do të shikoni gjërat të zgjidhen dhe mundësia që ju jepet, periudha që juve keni është dhe në momentin e duhur për të zgjidhur çdo lloj problemi që juve keni, çdo lloj çështje që juve ju vijnë, prandaj bini pas sepse keni kohën e duhur në lidhje me anën tuaj dhe pozicionimin e planeteve ku ju jep këto mundësi. Prandaj kjo javë është mjaft e rëndësishme sepse lidhet shumë dhe me të ardhmen, por duke zgjidhur edhe problematikat që juve keni ose keni pasur në anën tuaj. Megjithatë, para se të fillojmë me parashikimin e 12 shenja zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodhin Shqipëria Media Sport dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja Rosh shkon atje.
atë ndodhë sekretaria për t'ju ndihmuar dhe gjithçka juve ju intereson në lidhje me gjërat që kanë të bëjnë në lidhje me çështjet e punës, ose keni një takim ose keni një bisedim që do të bëni, disa bisedime që mund të keni, ose çështje të rëndësishme veçantë që është një nga gjërat që kanë të bëjnë me punë, kanë të bëjnë me disa udhëtime ose mund keni, atëherë keni atje mund ta shikoni çdo lloj pakete, ato që juve keni damë, që ju përket juve. Për shembull, e shikoni dhe duke bler paketën, tuaj numrin përkatës të blerjes dhe më pas shkoni tek sekretaria, atje keni u hapet një dritare, e shikoni dhe për sa i përket gjërave që do të keni pastaj më vonë, duke klikuar jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Ajo që do të shikoni dhe do lini një orar, mund të flisim me sekretarin, pastaj flasim bashkë dhe zgjidhen çdo gjë që juve doni. Por ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe kohën e duhur, dhe doni që të në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni një mesazh. Por këtë mesazhin duhet që diku të klikoni. Ja ku është ky butoni këtu. Ju vjen në ndihmë dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejt përgjigje çdo të mërkurë në orën 20:00. Do flasim direkt bashk, pastaj nëse doni më tepër ose mesazhe të dërgoni më tepër, kemi atë butonin që siç e shikoni atje, membership, e klikoni, ju hapet një dritare, një abonim i thjesht momental është, edhe atje kemi përgjigje për çdo gjë që doni pastaj në lidhje me dashurinë, punën, diçka të rëndësishme që e keni në atë moment, dhe aty direkt lidhen dhe flasim. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Do fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e zjarrt, me shenjën e kuptimit dhe e marrë vendime të rëndësishme. Kjo është shenja e dashit. Për shenjën e dashit, dashi dhe diçit parë, ka mundësi, ka kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën e vet, sepse kjo periudhë është periudha më koherente e që ndonjëherë dhe ndikimi më i madh është në anën e punës, me karrierën dhe me ndryshimin. Por në lidhje me ndryshimin, ndryshimi më i madh që juve ju bëhet në lidhje me anën ekonomike, sepse dashi është mjaft ndikues, mjaft rregullues në atë çka do të bëjnë. Por me qenë se koha ka treguar që juve jeni me fat në këtë aspekt dhe i keni gjitha mundësitë, do të shikoni që të zgjidhni çështje problematike, punën, karrierën, gjërat e tjera që do të diktojnë në një kohë të afërt, por gjithsesi është periudha mjaft e mirë dhe tepër pozitive në ato që doni të bëni. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor të 10 diçit parë, me virgjëresh të 10 diçit të tretë, pregatituni. Të 30 diçit të shenjës së dashit janë mjaft origjinal në atë që bëjnë. Udhëtimet që kanë të bëjnë, mundësi që do t'ju jepen, kanë disa mundësi ku pak të tjerë mund ta kenë si shans ose si ndryshim. Por marrje vendimeve të rëndësishme që është për këtë javë, juve e keni, sidomos ditën e hënë. Ajo që lidhet me këtë ndikim është edhe favorizimet, është koncept në fakt, edhe nëse juve e shikoni të arsyeshme për bërë diçka të madhe, e bëni, nuk ka problem, por në dashuri, mos e lini pas dore me peshore, bashkim familjar me gafore dhe fejes martes me ujor. Do shikoni juve që do të çuditeni unë dhe ju bashk, se ka për të bërë diçka, është diçka shumë e madhe. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, një shenjë toke, ku ëndra bëhet realitet. Me shumë mundësi dhe shumë kohë që juve keni pasur
dhe tani erdhi koha momenti i duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në kohën e duhur, që do thot shenja e demit. Dem të dashur, nga do që ta kthejmë, nga do që ta shikojmë, në çdo cep, në çdo kënd, juve dilni fitimtar. Keni një çështje pune të pazgjidhur, e zgjidhni. Keni një problem me dokumentat, do zgjidhet duan apo s'duan të tjerët, sepse është koha, është momenti i punës, i karrierës, i ndryshimeve dhe i vendimeve të rëndësishme. Kjo periudhë fokusohet shumë tek ana ekonomike, fokusohet shumë tek biznesi, fokusohet shumë tek çështjet e marrëdhëniet që kanë të bëjnë me ekonominë dhe stabilizimin. Është një moment mjaft i mirë, një moment që ka ndikime, ka vendosmëri në ato që bëhet, por një mundësi që juve keni, të 10 ditë që të parë e keni të gjithë mundësinë e duhur për zgjidhjen e problematikave, për zgjidhjen e konflikteve të vjetra që mund keni pasur, ose disa gjëra që nuk janë zgjidhur më përpara për një mirë arsye, për punën dhe për karrierën dhe për ndryshimin e madh që vjen tek juve. Por koha ka treguar që tani e tutje juve i keni mundësitë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike dhe të biznesit, sepse në lidhje me biznesin keni pak a shumë të ditë që të dytë ka këtë problem, nuk është se puna ka diçka tjetër që nuk shkon ose diçka që e zgjidhni në një farë mënyrë ju, po periudhat janë ndryshe nga ç'e mendoni juve dhe sugjerime që keni. Por është një moment mjaft i mirë tani për arsye të ekonomisë, për arsye të biznesit dhe të vazhdimësisë. Mundësit janë shumë të mira, duke pasur parasysh të 30 ditët në fushën e punës, me marrjen e një pune të re, dhe kjo është gjithçka bëhet në fakt për sa përket gjërave të mëdha në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimin e madh që do të keni dhe periudhat që do ndodhin fenomenet. Një nga mundësitë më të arta që juve keni është periudha, koha e duhur, sepse tani për tani çdo gjë është e qartë, çdo gjë është më diktuesja, më idealja për të bërë zgjedhjen e duhur në fushën e karrierës. Në fushën e dashurisë, tani për tani jeni pak a shumë në dilemë se çfarë doni të bëni, në fakt, edhe ku doni të shkoni. Por unë them që kjo periudhë është mjaft e mirë të 10 ditë të tretë, që keni pasur një lidhje për shembull me akrep. Jeni ndarë për një arsye apo për tjetrën, keni pasur debate. Duke se e zgjidhni tani. Keni një lidhje solide, mund të themi me bindje plot, që është me luan të 10 ditë të parë. Por me luan të 10 ditë të parë ka dy arsye, sepse ata që janë jashtë në diasporë zgjidhin një problem shumë të madh. 10 ditë i tretë i shenjës së demit lidhet me ujorin. Duan apo s'duan të tjerët, ose keni pasur një debat shumë të madh para disa kohëve, por momenti është pikërisht tani dhe është i periudhë që vërtet ka zgjidhjen e vet në anën tuaj dhe merreni me situatën, me ato çka juve e përcaktoni, edhe si punë, edhe si ndryshim, edhe si karrierë sidomos, është nga momentet më të mira të mundshme të qenë ndonjëherë, sepse lëvizshmëria dhe konkretizimi i lidhjeve të punës, të biznesit, është periudha shumë ideale, edhe në çështjet e kërkimit ose të gjërave që lidhen me punën, lidhet me ndryshimin e madh që vjen në çdo aspekt të jetës, të vazhdimësisë dhe të korrektësisë. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor të 10 ditë të parë, me dem të 10 ditë të tretë që është perfektja, por dem të 10 ditë të tretë. Dhe një çështje pune zgjidhet pikërisht tani, sepse puna dhe dashuria, jeni në një punë, do ta zgjidhni dhe është koha juaj më e mirë e mundshme. Një kujdes të veçantë do të bëni për sa përket kësaj jave, juve të 10 ditë të tretë, një çështje ligjore. Mundoni ta mbyllni, sepse është koha e duhur, është momenti për të bërë zgjedhjen e duhur në kohën e duhur. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft rezultative në ekonomi, në ndryshimet të mëdha që vijnë, që do thotë binjakët.
Sa përket juve të kësaj shenje, duket se binjakët kanë disa arsye që të gëzohen. Binjakët e ditës parë nisin ditën e hënë, nisin një rrugtim të ri, drejt së njohjes, të një pune dhe mirënjohje nga njerëz të rëndësishëm. Juve keni pasur mjaft gjëra në fushën tuaj, por për disa kanë qenë edhe mundohen në fakt të bëjnë më të mirën e mundshme, që të shquhen për ato që janë dikushi, domethënë të tretët, që po bëjnë nder, po ju bën binjakëve. Po binjakët janë vetë të zgjuar. Shikojnë mbas malit, edhe pse është të bekuar, e dinë se ku do të shkojnë. Sepse piketat i kanë vënë vetë, e dinë arsyen edhe mundësit. Pra, 3 gjërat kryesore: puna, roli drejtues, ekonomia. Këto gjëra janë më fantastike për juve të shenjës së binjakëve. Gjithashtu, jeni shumë korrekt me disa persona të rëndësishëm që kanë të bëjnë me anën ekonomike dhe me biznesin, nuk e diskutoj unë, sepse për sa i përket arsyes edhe të ekonomisë janë gjërat nga më pozitive që janë ndonjëherë. Por nuk e, kjo është ajo çka juve keni dhe jeni shumë të ndikuar, jeni shumë të realizuar. Realizimi është një diçka që ju eksiton anën e punës suaj, në anën e vlerësimit të tretëve, dhe po, e keni të drejtë, po, sepse të tjerët nuk ju pranonin, ose më saktë se adem se binjakët nuk e kanë këtë, domethënë shenjë hajri dhe nuk bëjnë. Binjakët janë një kryesorët, janë lokomotiva e punës, edhe vjen një çështje shumë e rëndësishme që e zgjidhin problemin e tyre. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, pothuajse kanë mundësi. Dhjediqi i tretë lidhet shumë me dashin, dhjediqi pra binjak dash, binjak virgjëresh, bashkim familjar, Anglia, domethënë binjak që janë Angli për shembull, janë me akrep të dhjediqit të dytë. Po kanë një mundësi, kanë një rëndësi kjo, se edhe koha që tregon, domethënë në kohën e punës ose të marrë vendime të rëndësishme, lidhet shumë me vazhdimsinë. Dhe jeni shumë korrekt me punën tuaj, jeni shumë korrekt me atë çka juve ju përket, për sa përket punës. E gjithë historia dhe koha ka treguar që të 3 dhjetëqet në fushën e punës dhe të biznesit janë shumë të ndikuar dhe shumë të stabilizuar në anën e tyre. Megjithatë, tani për tani, mund të themi me bindje të plotë që kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme për sa përket ekonomisë, për sa i përket vazhdimësisë në lidhje me anën tuaj dhe me biznesin. Me biznesin do mos është një periudhë që tani për tani, ose do nisni biznes të ri juve, që nuk keni problem ta nisni nga e para, ju se keni arritur në qëllime nga më të rëndësishme, por të tjerët ju ndjekin ato hapa që bëni. Kjo është një diçka mjaft e rëndësishme në vetvete, luan një rol shumë të rëndësishëm sepse ekonomia, korrektësia juaj bën që të jeni mjaft drejt për së drejti me punën, drejt për së drejti me gjëra të mëdha që do të keni, por një mundësi e artë, një kohë e përshtatshme që lidhet me anën ekonomike tani e tutje, është një periudhë shumë e mirë tani, sepse vetë puna, vetë karriera do që juve të jeni shumë pozitiv në anën tuaj dhe në lidhje me një çështje madhore, do me një dokument shtetëror, do thosha unë, për punën tuaj dhe për karrierën. Kurse në përgjithësi në dashuri ka të bëjnë dhe me ujor, por dhe me peshore, që do shikoni, do më kujtoni, ka diçka shumë të rëndësishme, sidomos me peshore, është aja dhe zhaja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet do shkoj haka tek i Zoti, se boll kanë vuajtur dhe boll kanë bërë për të tjerët. Erdhi koha të shtrojnë punës për veten e tyre dhe të marrin kënaqësinë e punës së tyre, që këta janë gaforret. Për sa i përket gaforreve, çfarë ndodh me gaforret? Ku gaforret ndahen dhe ku bashkohen?
Gaforet ndahen tek njerëzit ku e shikojnë që mashtrohen, që është baza. Gaforet ndahen tek njerëzit ku mundohen të përfitojnë nga gaforja, me një mënyrë apo me tjetrën. Por gaforet bashkohen tek njerëzit që i ndihmojnë pa teklif, themi ne. I ndihmojnë pa një arsye, ose pa përfitime. Dhe këto janë ato që gaforet bëjnë 2 fishin, 5 fishin për tjetrin. Por ama që t'jenë korrekt, se gaforet janë korrekt nga vetë struktura e tyre. Dhe lumata që kanë gafore në shtëpi, kanë punë, në rol drejtues, apo në familje, po mirë ata që nuk ja din vlerën. Gaforja është shumë e vështirë në radhë parë që të haj fjalën, nuk e bën kurrë. Po të dha fjalën, ka dhënë gjithçka. Sepse është shumë ndikuese në ekonomi. Gaforja është shenja më dinjitoze në çdo aspekt. Dhe kështu që ka mundësin, edhe pse në shumë të raste lodhet shumë, bën shumë dhe nuk paguhet për atë që bën. Ka rrukoha miqtë e mi të kësaj shenje që juve ta shikoni dhe vetë do në kujtoni, ka diçka shumë të madhe në këtë drejtim. Edhe pse jeni pak me shumë ndryshime, ndikime, mundësi, mundoheni shumë që t'jeni sa më korrekt me të tretët, por të tretët nuk janë me juve, por vjen një moment që koha tregon që jeni me fat dhe koha tregon tani e tutje, që juve do e shikoni dhe vetë, do jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme dhe shumë çështje pozitive, se jeni korrekt me atë që doni të bëni, jeni korrekt me ato gjëra që juve keni të arrini në fushën tuaj. Një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në anën e financave, në lidhje me biznesin, në lidhje me gjëra të rëndësishme që do keni tani tutje dhe nuk e diskutoj, nuk e vendosim për arsye të punës, për arsye të ekonomisë dhe të gjërave të tjera që do të keni. Do shikoni se shumë gjëra të ndryshojnë, shumë gjëra të arrini juve, sepse jeni shumë të drejtë në atë që bëni, jeni shumë të drejtë në atë që juve preferoni dhe kërkoni. Po, është një mundësi shumë e mirë tani, është një mundësi që vërtet do të shikoni gjërat në detaje dhe kjo bën që juve tani e tutje të keni dhe disa mundësi të tjera për sa i përket ekonomisë, për sa i përket edhe ndryshimit madh që vjen në fusha të ndryshme të financave dhe të biznesit, duke pasur parasysh punën, duke pasur parasysh shumë gjëra në një kohë që vinë dhe juve mundoheni në fakt të zgjidhni disa probleme, por këto janë probleme, unë them kalimtare, nuk është diçka që të shqetësoni për çështje që nuk ja vlen para qeran, do thosh unë. Dhe kjo është mundësia më mirë tani e tutje për të parë se çfarë do të bëni. Unë do të thosha që po, është mundësia, është momenti mjaft i mirë dhe shumë pozitiv për t'ja arritur punës suaj, për të arritur atë çka juve doni të bëni. Gjithmonë gaforet dinë çfarë bëjnë dhe ku do të shkojnë. Por meqense tani për tani, lidhjet afatgjat në dashuri. Këtu ndalojmë pak për arsye të punës suaj dhe të asaj çka doni të drejtoni. Mos harrojmë se gafore peshk është ajo dhe shëja. Gafore peshore jeni të përgatitur dhe mundësit arta që keni. Por gafore britsjat janë gjithë gjërat dhe gjithë çështjet që keni, mundësit më të arta që mund vinë drejt jush. Pozicionimet planetare japin dhe mundësinë e vet, japin dhe gjërat që doni të bëni në ekonomi, doni të bëni në çdo lloj fushë, në fakt në çdo lloj drejtimi, e keni dhe mundësitë shumë të mirë në lidhje me dashurinë, prandaj bini pas sepse ka diçka shumë të rëndësishme dhe është momenti më i mirë i mundshëm i stabilizimit dhe i konkretizimit të gjërave që juve do të keni tani e tutje. Në çështjet që lidhen me udhëtimet ose bashkim familjar, nuk e diskutoj që mund të keni pas një njëri e ktheni lidhje serioze ose në martesë direkt, do të jetë me dem të vjedhishit të dytë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë të rëndësishme, një shenjë zjarri, ku zjarr dhe shpuz bëhet për gjëra që do të bëjnë. Këto janë luanet.
Luan të dashur, duket se kjo periudhë është dhe periudha që kërkon marrje vendimesh të rëndësishme, por për juve nuk ka se ka një diçka që nuk shkon, sepse luanët e 10 diqit parë do lidhen me punën dhe karrierën, do lidhen me ndryshime dhe vendime që merr, por po të shikojmë, për shembull, luan Dem, luan Virgjeresh, ka një mundësi shumë të mirë në lidhje me probabilitetin dhe gjërat të mëdha që vinë drejt punës dhe drejt karrierës. Në çështjet që kanë të bëjnë me një bashkëpunim me jashtë, do thoshon, ose ju që merrni me tregti të shenjës së luanëve, është momenti dhe mundësia shumë e mirë, sepse duke pasur parasysh edhe kohën që ndodhin fenomenet, edhe periudha që ka të bëjnë me gjëra që do të ndikojnë, do të rrezatojnë në këtë fushë, por mundësia që është, nuk e diskutoj që është periudha që ndikohet në anën tjetër, mos u shqetësoni sepse nuk bëhen gjërat që doni juve, ose nuk bëhen në kohën e duhur. Por keni disa çështje që tani për tani mund të keni mundësit, mund të keni arritjet nga më të mëdhat, dash të tjerët mund të flasin ose mund të thonë gjëra që nuk janë të vërteta për juve, por atë problemi është i atyre. Dhe kjo do të thotë që vjen një moment tani për tani që do të shikoni që gjërat të ndryshojnë në favorin tuaj. Dhe kjo është një mundësi mjaft e mirë në anën tuaj, mjaft e mirë në lidhje me takimet, në lidhje me vendimet që mund merrni, sepse vendimet janë shumë të rëndësishme në punë, në karrierë dhe në ndryshime të tjera. Po ndryshime që vinë, mos u shqetësoni në punë, sepse juve shqetësoni e hedhni gurën para shiu, thonë unë. Por një nga mundësi që do të keni, ajo që do të shikoni se çfarë do të ndikohet në fushën e punës, në fushën e karrierës, dhe jo vetëm kaq, por ka një kuptim ajo çka doni të bëni, ajo çka vjen tek juve. Dhe me sa duket, është koha, momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me biznesin, sepse biznesi është baza për juve, por mos u shqetësoni për gjëra që nuk është pjesë e juaja, por ka një ndikim, ka një ndryshim shumë të madh për punën, për karrierën dhe ndryshimet e tjera që do të vinë gjatë rrugtimit, sepse kjo javë është java që jep verdiktin e vet për të ardhmen tuaj, sepse jo vetëm kaq, por ka një mundësi shumë të mirë duke pasur parasysh nga eklipsi hënor që ndodh në datën 3, por ka dhe gjë tjetër sepse lidhet me anën e punës ose diçka tjetër që mund keni me persona të tretë. Po kjo ka diçka tjetër në mes, xhanëm, por nuk po të themi se prishet erezia, se prishet i diçka, një ekuilibër, diçka që nuk është për juve. Është diçka që mbetet dhe është mundësia mjaft e mirë në ekonomi, mjaft e mirë në vazhdimsi, dhe duket se tani e keni kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, në anën shpirtërore është edhe koha që ka të bëjnë me disa vendime të rëndësishme, disa periudha ku ndodhen fenomenet, por nganjëherë nuk kapen gjitha. Ne mund të duam të bëjmë gjithçka, por të bëjmë diçka një që të duket e diçka që është nisur dhe pastaj punët të mësojnë vetë. Nëse nisim të gjitha, s'bëjmë asgjë. Dhe koha tregon që juve jeni me shumë fat në fushën e karrierës dhe të punës. Dashuri, duket se luan peshk, luan shigjetar, luan Dem është periudha më ideale. Bashkim familjar është me peshore të 10 diqit të parë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që ka shumë ndryshime, shumë ndikime nga më pozitive të që ndonjëherë, sepse lidhet me punën, sepse lidhet me karrierën, lidhet dhe me ndryshimet e tjera që do të vazhdojnë, do të veprojnë. Është kjo periudhë dhe është ky moment mjaft i mirë, dhe sepse është stabilizues, sepse është në atë periudhë që juve kërkoni dhe doni. Megjithatë, për sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me punën aktuale, që ka të bëjnë me disa vendime të rëndësishme në kohën e duhur, që do të thotë shenja
e Virgjëreshës. Virgjëreshët dashura ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me diçka shumë të madhe, dhe këtë nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim, sepse ju e keni bërë izmetin gjithçkaje, dhe unë e them me bindje të plot këtë, për arsye ekonomike, për arsye të punës dhe të marrjeve të vendimeve të rëndësishme. Por, nëse keni një punë të re, dhe doni që këtë punën e re ta shikoni ndryshe, nuk i pëlqen si fillim, e diskutoj dhe e shoh dhe ua them me bindje të plot. Por në anën tjetër, mundohuni që juve t'jeni sa më korrekt në anën e punës. Disa ndryshime që do vinë tani për tani janë ndryshime fantastike në lidhje me anën ekonomike. Për sa i përket dhjetëdijçit të dytë, dhjetëdijçi i dytë e ka pak a shumë më të lodhshme në ekonomi, sepse pret disa para s'po i merr dot. E ka bërë izmetin një punë shumë të rëndësishme, po mundohet shumë dhe po vonon. Juve nuk keni kohë për të humbur. Të gjitha këto përbëjnë atë pjesën e ndikimit të madh që juve keni, por unë ju them që mos më shqetësoni për gjëra të tilla, sepse koha ka provuar që juve dini shumë mirë ku do të shkoni dhe arsyeja është shumë e thjeshtë, sepse lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ndryshimet, lidhje me vendime të mëdha që do të merrni në kohën e dur, është momenti që vërtet juve stabilizoni dhe jeni në kërkim të diçkaje të re në fushën e karrierës. Po, e keni dhe këtë mundësi, është një moment që vërtet jeni me shumë fat në anën e punës suaj, jeni me shumë fat dhjetëdijçi i tretë sidomos ka diçka që lidhet tani për tani, edhe pse në dukje nuk ta mbush mendjen, sepse është ekonomia, është vazhdimësia, është realiteti që ndodh, por gjithsesi kjo periudhë është mjaft e mirë në lidhje me takimet e punës, në lidhje me ndryshimet të mëdha që vijnë tani e tutje, por gjithsesi ka të bëjnë me punë, ka të bëjnë me vendime që do të merrni, por meqense tani për tani gjërat janë pak të vështira për anën e financave, por nuk do thosha problem, por do thosha vazhdimsi, sepse juve e dini shumë mirë në lidhje me punën tuaj, dini shumë mirë se çfarë bëni dhe ku doni të shkoni, dhe është mundësia tani dhe shikoni dhe vetë, juve nuk e diskutoj unë, sepse ka diçka shumë të madhe që zgjidhet për punën tuaj, zgjidhet për atë që juve keni në gjërat e juaja, është një mundësi mjaft e mirë për stabilizuar çështjet e punës, për stabilizuar gjëra të mëdha në financa, sidomos. Financat është koha, sepse tani ka ardhur koha dhe momenti më i mirë i mundshëm për të bërë zgjedhjen e duhur. Dhe kjo do thotë që çdo gjë arrihet fal suksesit, fal mundësive dhe periudhës që juve keni tani tutje, prandaj mos mu shqetësoni fare, sepse kjo periudhë ka të bëjë shumë me ekonominë, ka të bëjë shumë me vazhdimsinë dhe çështjet korrekte që juve keni, për gjithçka juve ju intereson në anën tuaj. Edhe një moment që keni tani është një moment kyç për jetën dhe për vazhdimsinë në anën tuaj. Një nga mundësitë më të mira që do të keni tani tutje është marrja e vendimeve të rëndësishëm, puna, stabilizimi, gjëra të mëdha që do të keni, biznesi në një anë që juve keni, sepse biznesi ka të bëjnë me çështjen që juve keni, por gjithsesi unë nuk do thosha që ka problem, por është diçka që e zgjidhni. Në dashuri, miqtë e mi të kësaj shenje, bëni pak kujdes. Njerëzit që flasin, thonë za, po ju ndihmojnë, por në anën tjetër mund të shkatrojnë sepse ashtu ju pëlqen. Por juve jeni me këmbë tokë dhe dini çfarë bëni. Në lidhje me çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me bricap, me dem, me akrep, është koha juaj. Dhe pyesni 100 vetë dhe bëni atë që bëni vetë më mirë. Dhe kështu që është koha, është momenti i stabilizimit të gjërave të mëdha që vinë dhe jush. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që vërtet është mjaft ndikuese, mjaft e drejtë për së drejti, në lidhje me ekonominë, në lidhje me stabilizimin, në lidhje me gjërat të mëdha që vinë drejt jush, që kjo
është nga njëra anë ekonomia dhe stabilizimi, në anën tjetër është vazhdimësia dhe korrektësia juaj, që kjo do thot shenja e peshores. Se për këtë peshoreve, peshore duket se tani për tani janë me këm tokë. Kanë disa mundësi shumë të mira për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike dhe në biznes. Në biznes sidomos, sepse janë të ndikuar shumë tani për tani, dhe kjo periudhë ka diçka që mund të mos jetë ajo çka pritet, por ka një diçka shumë të madhe në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e ndikimeve të mëdha që ka të bëjnë. Por në lidhje me çështjet e anës së punës, të dhjetëçit të tretë, që kanë një mundësi shumë të mirë tani, ku gjërat janë pozitive, nuk e diskutoj, nuk e vë ndyshim, por edhe koha që ka treguar në lidhje me ekonominë, në lidhje me disa gjëra që nuk është ashtu siç pritet, por gjithsesi kjo periudhë është periudhë ku ndihmon në çështjet madhore financiare, në financa sidomos, sepse financat janë mjaft pozitive dhe korrekte nga ana juaj, sepse disa çështje shumë madhore financiare juve i zgjidhni, sepse është koha juaj dhe momenti më i mirë i mundshëm. Lidhjet që kanë bëjnë me Luan, kanë bëjnë me dash, lidhjet afatgjat në fushën e dashurisë, bashkim familjar që juve keni me peshk sidomos është koha e momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me këto gjëra, por gjithsesi juve i keni mundësit, juve i keni gjëra siç i doni juve në lidhje me çështjet më madhore dhe më stabilizuese po, sepse është një periudhë shumë e mirë dhe tepër ideale në takime, në bisedime mjaft të rëndësishme, por bëni pa kujdes peshore dashur, sepse disa fjalë që mund t'ju dalin me gaforret, por gaforret jo për arsye a thon në mënyrë që diçka kanë dëgjuar ose diçka kanë thënë, por këto janë fjalë në ajër, sepse juve si peshore e dini shumë mirë që nuk ka asgjë për t'u shqetësuar, por për t'u gëzuar në gjërat e tjera. Kështu që kjo periudhë është mjaft e mirë dhe tepër pozitive në disa ndryshime që vijnë. Këto janë ndryshimet më të mëdha, lidhen domethënë me punën aktuale, lidhen dhe me çështjet e financave, që do të themi me bindje të plot që kjo është periudha, është koha më e mirë dhe më afatgjat për sa i përket çështjeve financiare, për sa i përket gjërave që do të lidhet me ekonominë, do të lidhet dhe me ndryshimet të mëdha që do të vinë. Megjithatë, juve nuk do të thotë që ka probleme nga njëra anë ose nga anën tjetër mund të jetë i diçka që është shumë pozitive. Kjo mundet edhe të nisni diçka të re ju, megjithëse keni edhe mundësinë, por gjithsesi kjo mbetet për të parë në anën ekonomike, sepse duket se mundësitë janë të mëdha për ekonomi, për stabilizime dhe ndryshime. Por në anën e dashurisë mund të them me bindje të plot që peshore dash ka diçka shumë të madhe, peshore ujor është koha më e mirë e mundshme, por në anën tjetër është dhe një mundësi shumë e mirë, sepse do të zgjidhni disa probleme të pasgjidhshme që keni pasur më përpara. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që nuk diskutohet, që është në pritje për marrjen e një vendimi shumë të rëndësishëm për udhëtime, për blerjen e një objekti apo një pasuri e paluajtshme ku e pret për ta marrë, dhe është koha mjaft pozitive. Këta janë akrepët, për sa i përket akrepëve, akrepët duket se kanë një mundësi shumë pozitive dhe tepër ideale në gjëra që do të ndikojnë dhe në çështjet që kanë të bëjnë me mundësitë që kanë të bëjnë dhe anën më pozitive, por për sa i përket asaj çka prisni, sepse është duke parë në pamje të parë që juve keni
disa mundësi ekonomike, dhe që i tretë isha një sakrepit, po është mjaftë i ndikuar, mjaftë pozitiv, mjaftë i rëndësishëm në ato që bën, por me gjitha të, unë mund të them me bindje plot që është dhe koha më e mire mundshme mbi takime, mbi bisedimet shumë të rëndësishme, që vinë drejt jush për punën, për karrierën se jeni karrierist dhe e keni atë mundësinë, atë euforin për të nisur diçka të re, por në lidhje me biznesin nuk ka shanse t'u kaloj njeri, sepse ju jeni të parë dhe të fundit, ku gjithmonë gjërat i bëni me plan, dhe planet afatgjat kanë mirësinë e vetë dhe dëmshurinë që juve e keni në një punë që doni ta bëni mirë dhe të krenoheni për atë çka juve realizoni. Gjëra që ndikojnë në dhjetëdhjetë të tretë është mjaft i favorizuar në fushën e karrierës edhe të ekonomisë, por në disa aplikime ose disa çështje problematike ka pasur pa disa kohëve, por kjo nuk mundet që të jetë problem ose të jetë diçka që nuk shkon, është diçka shumë e mirë dhe shumë pozitive për arsye të punës, për arsye të gjërave madhore ekonomiko-financiare, një moment të caktuar që juve do t'i keni gjërat aty ku doni, dhe është një mundësi shumë e mirë pune, stabilizimi, është shumë e mirë për sa i përket anës ekonomike dhe disa para, një kredi që do ta merrni, është koha juaj më e mirë e mundshme, dhe është dhe stabilizimi. Në çështje shpirtërore, këtu është diçka shumë e madhe për anën shpirtërore, sepse lidhjet që kanë bëjnë dhe janë më të sigurta, sepse flasim për siguri tani, nuk flasim për dal ku dali. Ka të bëjnë akrep dem. Akrep ujor. Akrep ujor është një periudhë që vërtet zanafillën e ka tek fillimi i punës dhe tek karriera. Dhe dashuria në anën tjetër është mjaft e ndërsjellë, sepse ujori si shenjari, akrepi shenj uji, jep disa mundësi dhe disa versione pozitive, nuk është se kanë negative këtu, por meqense akrep luan, akrep pesh njerë, është ajo që ka juve e keni dhe jeni shumë të ndikuar në këtë drejtim, por ka dhe një gjë tjetër mes kësaj që është realizueshme për punën dhe karrierën tuaj, sepse lidhet me një takim punë, lidhet me disa ndryshime shumë të mëdha, financiare, ekonomike, edhe anën tjetër që do të keni tani tutje me zgjidhje të problematikave të ndryshme që do të keni. Por gjithashtu, në disa takime të veçanta, lidhje me jashtë, bashkim familjar, keni pasur një debat me dëmtë dhe diçit parë. E keni edhe përballë. Kurse me virgjëresht dhe me britësjap është diçka shumë e madhe, nëse është e mundur që juve ta realizoni një gjë të tillë, sepse është periudha kur ndodhin fenomenet, dhe një moment mjaft i mirë në ekonomi, sepse ekonomia është mjaft ndikuese dhe rrezatuese në atë që bëni, por gjithashtu ka të bëjnë me disa ndryshime pozitive për anën ekonomike, sepse tani për tani mund të mos jetë ajo çka prisni ju, por është diçka shumë e rëndësishme për një të ardhme të afërt, ku do të nisni jetën tuaj me njerëz të rëndësishëm në lidhje me punën, në lidhje me dashurinë e vërtet sidomos. Edhe një pasardhës që pritet të dhjetëdhjetë të tretë ta realizoni. Është koha juaj, është momenti më ideal i që ndonjëherë në këtë drejtim. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë me reputacion shumë të rëndësishëm në fushën e punës, në fushën e biznesit, në fushat e gjëra të mundësive që i jepen ose në kohën e dur, sepse ka të bëjnë edhe me takimet, ka të bëjnë edhe me ndryshimet. Me ndryshimet sidomos është diçka shumë e rëndësishme ekonomike, shumë e rëndësishme në lidhje me marrjen e vendime të ndryshme që do të keni, sepse disa gjëra janë në anën tuaj dhe në pozicionimin e planeteve, që juve ju jepet edhe një mundësi në fakt për ekonominë, për ndryshimet të mëdha që vinë në anën tuaj, dhe koha tregon që juve jeni me shumë fat të aspekt dhe keni edhe mundësinë, por gjithsesi nuk ka shanse në këtë botë, jo në botë të tjetër nuk e diun, që juve të humbisni.
dhe di që i parë është mjaft konkretizues në atë që bën, shumë i rëndësishëm në atë që kërkon, sepse tani për tani koha ka treguar që ju jeni me shumë fat dhe dini shumë mirë. Dhe di që i parë është edhe i ndërlikuar për disa çështje pune, sepse pret disa gjëra që ti realizojnë tani, por pra arsye kohe, ma se them unë për realizimet e tjera që do të keni. Por megjithatë, tani për tani keni një moment që nuk e diskutoj që juve ta zgjidhni një problem që keni pasur, dhe ky është problemi më i mirë i mundshëm tani në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime që do të keni, këta ndryshime rutine, nuk ka ndryshim se për shembull e keni menduar që duhet bëni ndryshimin dhe do ta ndryshoni sepse në lidhje me një rrugë më të mirë. Të 30 ditë të shenjës së shqiptarit, çdo ndryshim ka vendin e vet, ka të drejtën e vet, ka mundësinë që ta zgjidhni këtë gjë dhe është dhe si kohë dhe si plan që keni. Janë planet afatgjat, janë planet të rëndësishme që mund të bëni tani e tutje dhe kjo është koha që juve rregulloni, stabilizoni, mundësoni periudha kur ndodhin fenomene, sepse shumë gjëra kanë ndikuar, shumë gjëra kanë arritur në anën më të mirë të mundshme tuajën, një pozicion planetar që ndryshojnë dhe marrin e vendime të rëndësishme, me sa duket e keni mundësinë. Dhe di që tret në anën tjetër është një periudhë që vërtet sinjalizon një të ardhmë të afërt për të bërë ndryshime, për të bërë rregullime. Rregullime të tipit është bërë një gabim në fushën e punës dhe juve mundoni ta ndreqni. Ta ndreqni pa ndërhyrjen e të tretëve që juve t'ua thonë që çfarë po bëni. Por kjo është edhe periudha që juve mund keni mundësinë që të bëni një ndryshim shumë të madh dhe për këtë arsye keni mundësinë e gjërave të lidhjeve të punës, të çështjeve që keni, të mundësive që do t'ju jepen, sepse janë mundësi shumë të mira dhe tepër pozitive, se me sa duket, jo se keni pasur probleme juve ose keni pasur disa çështje të pazgjidhura në lidhje me ekonominë, në lidhje me marrjen e vendimeve të rëndësishme. Juve i keni të gjitha mundësitë dhe unë do thosha që po, është një moment mjaft i mirë tani dhe nëse keni mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj, është një kohë e përshtatshme për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi. Dhe në anën tjetër janë disa momente mjaft të mira tani e tutje që do të shikoni që janë të realizueshme, do të shikoni që janë të pranueshme në farë mënyre, por meqense në dashuri lidhjet afatgjat kanë të bëjnë me gafore, kanë të bëjnë me dash, kanë të bëjnë me peshore, kanë të bëjnë me ujor, që janë ndikime shumë të mira, por duke pasur parasysh periudhën që ndodhin fenomenet dhe periudha që është koha e duhur, ka i diçka shumë mirë me peshk edhe diçka të parë, mos e lini pas dore sepse do të ndihmojë në një kohë të afërt ku çdo gjë është e mundur, çdo gjë arrihet fal zgjuarësisë suaj, fal mundësive që juve ju jepet, po gjithashtu keni një periudhë të artë tani e tutje për kohën e për punën, sepse zgjidhja e problematikave që juve keni dhe të periudhës ku ndodhin fenomenet është një moment mjaft është kryesori për sa përket ekonomisë, për sa përket gjërave që do të keni. Por mos u shqetësoni sepse kjo periudhë është periudha juaj për të stabilizuar dhe për të rregulluar gjërat që ju dëshironi. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që ka ndikimin e vet, ka mundësinë e artë në zhvillime, në ndryshime të mëdha që janë fantastike për punën dhe për çështjet ligjore i mbyllin. Këta janë britsjapët. Sa i përket britsjapëve, me britsjapët duket se tani për tani kanë shumë mundësi. Mundësira nga më të ndryshme, sidomos ekonomia është baza për juve, por unë ju themi diçka, sepse ka të bëjnë
në lidhje me ekonominë, ka të bëjë lidhje me vazhdimsinë. Por në anën tjetër, keni një mundësi shumë të mirë tani për punën, sepse çdo gjë ka të bëjnë me marrjen e një vendimi shumë të rëndësishëm në fushën e drejtësisë. E drejtësisë. Po mirë, çfarë problemi ka drejtësia? Keni nisur një çështje gjyqësore. Dhe thoni që për këtë vjen një farë kohë, një farë momenti, nga kjo periudhë te periudhë. Është zgjidhja më e mirë e mundshme në lidhje me këto çështje, në lidhje me një biznes që janë bërë pa drejtësi. Përgatituni se jeni të fituar. Ua garantoj jo për 1.000.000%, jo për minutazh, jo. As për të bërë qefin. Se ato që unë ta them, ti bëj si doje para zemrës tuaj. Meqense tani keni disa mundësi të arta do thosha unë, për sa përket brisapëve, se brisapët nuk lodhen me punë, po lodhen me ecjake, lodhen me gjëra që s'kan vlerë, dhe dinë se çfarë do të bëjnë. Por të tretët e mohojnë, dhe kështu që në këtë drejtim, juve jeni mjaft përpara për që në këtë kohë, vjen një moment shumë i mirë për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur gjëra të pasgjidhshme, sepse është një periudhë ku koha ka provuar dhe privon shumë gjëra, por koha e artë është ajo që juve ju lidh me ekonominë, ju lidh me ndryshimin, ju lidh me mundësinë. Jeni shumë korrekt dhe kjo korrektësia bën çuditëra në anën tuaj. Një nga momentet që do të keni miqtë të dashur të 30 diqët, me një shtyrje çështje ligjore, dilni shumë të fituar. Për një mirë arsye, sepse lidhet me punën, lidhet me atë çka jeni, atë ku do të shkoni. Stabilizimi në anën tuaj, sepse personaliteti, ajo çka është marrjen e një vendimi shumë të rëndësishëm. Dhe kjo periudhë është periudha që konvenon me ato çka dua të bëj dhe ato që dua të arrij. Stabilizimi i punës suaj do t'ju bëhet një ofertë shumë e rëndësishme këtë javë. Ditën e hënë, ditën e mërkurë, shumë pozitive. Një dokument me jashtë e merrni, nuk e di, a i prisni ju diçka të tillë. Dhe di që tret e ka këtë. Nëse ju e jeni të prirur në këtë aspekt, dakor, ta them sepse e them me kompetenca për ato që është. Ka të bëjë shumë me marrjen e vendimit të rëndësishëm, sepse është në një kohë e përshtatshme për nëse do ta flasni për shembull ditën e hënë, ditën e njëjtë, ditën e diel. Pse ditën e diel? Të shoh kjo 25 dhjediçi i tretë, po, dhjediçi i tretë i shenjës së Bisafit që ka një ndikim shumë të mirë, ditën e diel një bisedë për të hënën që vjen, po. Javën tjetër, ditën e hënë që ka një mundësi shumë të mirë për të fituar gjyqin, ose pushim çështje. E gjithë kjo javë do merret me këto gjëra dhe përfundimi është pozitiv tek juve. Prisni disa para të pamarra nga njerëz shumë të rëndësishëm. Kjo periudhë është mjaft ndikuese, pozitive në gjëra që doni të bëni dhe në gjëra që ju e keni, sepse është momenti, është mundësia, është koha e dur, është stabilizimi i gjërave të mëdha që do të keni. Por megjithatë, tani për tani, janë disa mundësi të arta që keni. Ekonomi, vazhdimsi. Momenti kur disa persona të tretë do t'ju ofrojnë një punë shumë të rëndësishme, me vlerë, me para, por a jeni gati ju të përgjigjeni këtyre kërkesave. Me kuptimin e mirë të fjalës, është lodhja të skajshme. Por jo se ka diçka që për një problem që nuk mund ta zgjidhni ju, edhe mund të thoni që për këtë arsye apo për këtë tjetër arsye nuk jam gati të përgjigjem kërkesave ose çështjeve madhore. Por megjithatë, është mundësia, është periudha
që ndodhin fenomenet, edhe sa përket këtyre gjërave, juve e keni. Në fushën e dashurisë, unë do thosha që bëni pa kujdes me gafore dhe me akrep të diçit të tretë, nëse mundeni. E keni dhe si kod, domethënë sepse është në momenti më i mirë i mundshëm për bërë zgjedhjen e duhur, se nuk lidhet fare me problematikat që mund keni. Por gjithsesi është javë mjaft e mirë dhe rëndësishme mbi çështje që lidhen me gjërat madhore, stabilizuese, konkretizuese në çështjet e mëdha financiare dhe lidhe me biznesin, sepse shenjat që ndikojnë janë pikërisht tani. Dhe në lidhje me dashurinë që do të keni me gafore, do të keni me akrep, do të keni dhe me bricjap të diçit të tretë. Pra bricjap të diçit të tretë është mundësia më e mirë. Të shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me dashurinë, ka të bëjnë me një ndarje do bashkohen. E ku? Ujorët. Për ujorët kam shumë fjalë të mira, nga do që ta marrësh. Dhe marrësh nga ana ekonomike, po. Marrë nga ana dashurisë. Nuk diskutohet që keni shumë gjëra që duhen t'i zgjidhni tani. Kjo javë është java dhe kryefjala e gjithçkaje në fushën e punës suaj, në fushën e ekonomisë, e ndryshimeve të mëdha që do të keni tani e tutje. Prandaj bini pas, mos ma lini pas dore, sepse ujorët janë mjaft të rëndësishëm në punë që ata bëjnë dhe në kohën e dur që ata bashkëpunojnë, rregullojnë, mundësojnë, edhe kjo është dhe koha, është dhe perceptimi i diçkaje shumë të madhe në anën e tyre, sepse kanë të bëjnë edhe me zgjidhje të konflikteve, të problematikave, të periudhave që ndodhin fenomenet, por gjithashtu është një kohë shumë e rëndësishme me pozicionimin e planeteve që jep mundësi, jep kohë në dashuri, jep kohë në vazhdimsi. Pra dhe koreksia juaj që bën është një diçka shumë e mirë e mbar në anën tuaj, e mbar në atë që juve veproni dhe jeni mjaft të ndikuar në favorizime dhe në çështjet konkrete financiare. Dhe kjo është një ndikim mjaft i mirë dhe tepër i rëndësishëm në gjëra që do të bësh. Por meqense keni disa çështje juve të shenjës së ujorit që doni të bëni disa udhëtime jashtë vendit, vendet noridike, si përfaqësoni shumë, do thosha, apo aziatike, sepse keni me lidhje kontrata të rëndësishme ekonomike, gjëra që e keni në anën tuaj, lidhje me biznesin, sepse duket se nuk është se ka një teknik taktik ose diçka që mund bëni ju, po ja keni bërë smetin gjithçkaje dhe tani juve ju takon në lidhje me këtë gjë dhe bini pas, realizojeni, sepse është koha juaj dhe gjithçka mund ta realizoni siç juve dëshironi, sepse në çështje që lidhen me anën e udhëtimeve e keni premte, e shtunë, e diel, është diçka shumë e mirë. E shtuna sidomos njëherë është e juaja, pa fjalë. As mos e vini dyshim fare, mos më mërzisni fare. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetarët e diçit parë, me luantët e diçit tretë, me dashët e diçit dytë, është diçka shumë e rëndësishme. Yes. Shumë e rëndësishme sepse lidhet me punën, lidhet me dashurinë, lidhet me ato që juve ju kanë munguar më përpara. Dhe vjen një moment tani që e zgjidhni. Kjo është ajo çka keni të javë dhe bini pas, do më kujtoni, sepse ka dhe një surprizë në dokumentacione për ju keni në diasporë, Gjermani ose në Amerikë ose në Austri, në Zvicër për punë, çështje pune, po është e mundur të ndodhi. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që stabilizon ekonominë. Ofertat nuk do t'ju mungojnë në lidhje me jashtë, sepse në një blerje që do bëni në favor të biznesit që i rregulloni, dhe kjo do thot shenja e peshqeve. Kjo shenjës e peshqive, peshqit janë
shenja më pozitive, më drejt për së drejti në ekonomi, në ndryshime që vijnë. Është një moment tani është një moment tani që do keni disa mundësi të arta në disa vendime që do të merrni. Çështje financiare, çështje që kanë bëjnë me biznesin sidomos. Me biznesin ju e keni në dorë gjënëm, se do ta zgjidhni edhe vetë si në kuptimin e jetës, në kuptimin e gjërave të mëdha, por është një moment shumë i mirë dhe pozitiv në lidhje me përpeshjet. Nuk ka vend për të shqetësuar, sepse koha ka treguar mjaft ndikues dhe shumë gjëra kuptojnë dhe veproni në anën tuaj. Dhe mundësitë që janë tani, janë mundësi të arta dhe vazhdimësia është më së korekt. Në disa çështje që lidhet me një çështje pune, mjaft me rëndësi të veçantë, një çështje ekonomike të 30 ditëshit që kanë mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur, në anën e tyre dhe është momenti më ideal që ndonjëherë. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, në këtë javë, ditën e hënë, ditën e njëjtë, ditën e premte, janë ditë shumë të mira për të marrë vendime të rëndësishme. Por gjithashtu, ka dhe diçka tjetër, sepse lidhet me anën ekonomike financiare, lidhet me një takim që mund bëhet tani, mund të bëni për shembull të hënën, të mërkurën. E hëna dhe mërkurë janë shumë mira dhe tepër pozitive. Në çështjet shpirtërore, mundoni të jeni pak a shumë të kujdesshëm, sidomos me akrep, sepse me akrep keni pasur disa çështje, e keni zgjidhur më përpara, po kjo nuk thotë se nuk zgjidhen. Akrep, peshore, ka diçka shumë të mirë. Me virgjëresh është vetë jeta, sepse nëse prisni një pasardhë, është momenti dhe koha më ideale. Dhe gjithashtu, një fejese papritur ka për ndodhur me gafore. Ose jeni përgatitur dhe e dini, kjo pak rëndësi ka pastaj se çfarë mund të bëni. Por janë më se të realizueshme. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj jave kaq të rëndësishme që mund të ndikojnë dhe të realizojnë gjëra të mëdha. Nga data 2 deri më datën 8 mars 2026. Para se të ndajmë bashkë, unë rrugët edhe njerë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkimin e parashikimit të detajuar, atëherë kemi astrologu.al. Zgjidhni çdo lloj pakete që keni atje, duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, jeni gati për të dërguar mesazhin dhe më pas shkoni te sekretaria, aty pastaj mund të shkruani, të vendosni emailin dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për ju që doni që në kohën që jemi drejt për drejt me juve, e doni të dërgoni një mesazh, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen çdo të mërkurë në orën 20:00. Dhe më pas, nëse doni më tepër në kohën që ne jemi live mbas emisionit direkt, një abonim të thjesht mund të bëni membership. Klikoni të membership që shkoni atje tek astrologu Evropulla. Është një buton që thot membership, e klikoni dhe aty jeni gati pastaj për të dërguar mesazhet pastaj dhe aty lidhemi direkt, sepse hapet një dritare dhe flasim për gjë që intereson. Nga unë Evropulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.